Sot jena më armin dhe rrugë, krye komandantin tonë legjendar Adem Jashari, familjen Jashari dhe gjithë ata që i rezistuan sulmin e Serbisë. E gëzoheshim lirin, faleminderit që jeni së bashku me neve sot këtu. Kryetari nëse do me thoni fjalë për këtë gjavitin e kemi për të gjavet. Ne aktivitetin tonë e përfundum me homozhe pra. Faleminderit shumë. Familja Jashari dhe gjithë dëshmorët e kombit meritojnë për çdo ditë më respektu, jo vetëm këto ditë, por për çdo ditë. Më respektu dhe shpak një në dohet. Ne dim se familja Jashari prej vitit 1990 deri në ramin e tyne e kanë fliu çdo sen, jo vetëm pasurinë, por edhe jetën e tyne që kanë për këtë vend, sidomos me 22 janar vitit 1990 jem plagosur dy vajza pacitrifat, edhe homës jem plagosur, njëra sot është dëshmore këtu, kemi 7 vjet ne kemi edhe dëshmore, Iliriona është gjallë, ka kriju familje, më mirë që ka kriju familje, gëzohem fakti që ka pështu, ka mbjetu, dhe sot ka kriju familje, kështu që do të thotë kjo familje dhe gjitha familje dëshmore meritojnë shumë për çdo ditë ju vetëm sot. Po ndoket pak i kemi lënë si në harres. Jo vetëm familja Jashari, por gjitha familjet dëshmore. Kështu respekt për gjitha familjet dëshmore. Faleminderit shumë. Zgjuat ja bënë një pjesë në protestën për Livi Jakoamën që të mbahet më shtatë shkollë. Unë vjen keq kjo pyetje më bëna pak si me spec si po thonë këta, po çu çfarë pjesë bre? Unë edhe gjithë shok, na morëm pjesë në protestë. Protestë ka të organizuar gjithkosh. Çdo qytetar i Republikës Kosovës, ata sidomos që kundër gjykatës speciale na pafundim mbështesëm. Po na nuk kemi qenë organizativ, kemi thonë me kohë, arsyet dijen pak a shumë, na nuk kemi qenë organizativ protestë. Morëm pjesë pas sa vetë konvoj burgin ato. Edhe plus që kam shok, ti kemi një që kanë njëftu, do me zotë të morëm pjesë. Procesi po ju në fazën e fundit, çka mund të thoni për këto për shkurtin që pritën disa seance? Unë besoj me 16 dhe me 17 do të jemi në Xhavit Jashari vallëshurën në Hag. Do të ndëgjojmë katër bashkëqytetarët tonë, presidentin dhe të tjerët, besoj se do të jemi atje nëse na lejohet hoti kena bërë kërkesat para 2 ditë, besoj se do na lejohet morë pjesë. Unë besoj edhe duhet besoj fuqishëm, ata do dalin pa fajshëm. S'besoj se drejtësia do të jetë drejtësi politike apo selektive, do të jetë një drejtësi i mirëfill evropiane. Kështu mendoj. Faleminderit shumë. Faleminderit ju.